Alba dëhre limit, një mëngjes që në gëre shtëpin, kur zgjimi i hershëm dhe afërsia e papritur krijojnë tension dhe emocion, mëngjesi në Big Brother Kosova zakonisht fillonte me rutina të përditshme. Disa banorë ngriheshin ngadalë, disa e nisnin ditën me kafe dhe biseda të qeta, ndërsa të tjerët zgjidhnin detyrat e shtëpisë. Por sot, atmosfera ndryshoi menjëherë. Alba, duke u zgjuar herët, vendosi të ndërmarrë një hap të papritur, t'i bënte zgjimin limit që në mëngjes dhe të futet pranë tij në krevat. Ajo ecte e heshtur, por me një vendosmëri të dukshme. Çdo hap ishte i kujdesshëm, çdo lëvizje e kontrolluar, sepse ajo e dinte se një veprim i hershëm mund të ndryshonte atmosferën e gjithë shtëpisë. Kafeja dhe rutina e zakonshme mund të prisnin, tani prioritet ishte kontaktin e hershëm me limit, reagimi i papritur. Kur Alba ju afrua dhe ju fut krevatit pranë tij, Lim u zgjua i shtangur. Ai nuk e priste këtë lëvizje kaq të hershme dhe aq të papritur. Shikimi i tij u ngul në të për disa sekonda. Për të, kjo nuk ishte vetëm një zgjedhje e papritur fizike, por një mesazh i fortë emocional. Po, që nga mëngjesi? Pyeti ai me një buzëqeshje të lehtë, e cila nuk mund të fshete një kombinim të emocionit dhe të surprizës. Alba, pa pritur përgjigje tjetër, qëndroi pranë tij, duke treguar vendosmërinë dhe naturalitetin e saj. Për të, ky ishte një moment afërsie që nuk mund të pritej më shumë, një mënyrë për të ndjerë praninë e Limit në mëngjes. Emocionet që tronditën shtëpinë, banorët e tjerë, të cilët filluan të kuptonin çfarë po ndodhte, u ndjen të tronditur. Disa buzëqeshën lehtë, disa mbajtën fytyrat serioze, ndërsa disa të tjerë nuk e besonin atë që po shihnin. Ky nuk ishte thjesht një gjest i hershëm mëngjesi, ishte një provokim emocional, një moment që shpreh afërsi, kuriozitet dhe tension. Shtëpia u mbush me një atmosferë të ndjeshme dhe të paparashikueshme, sepse çdo lëvizje tani kishte impakt të dukshëm mbi emocionet e të gjithëve. Kontrasti mes banorëve, ky moment tregoi kontrastin mes dy mënyrave të perceptimit, një Alba që vepronte me vendosmëri dhe sinqeritet, duke shfaqur një lloj afërsie spontane dhe emocionale, duke treguar naturalitetin e saj dhe vendosmërinë për të ndërtuar lidhje që nga mëngjesi. 2 Lim, i cili u zgjua papritur dhe përjetoi një tronditje emocionale dhe të papritur, duke ndjerë një kombinim të surprizës, të gëzuar dhe të pakëndshme në të njëjtën kohë. Ky kontrast krijoi tension, por gjithashtu dhe një moment të fortë intrigues që do të ndikojë në marrëdhëniet mes tyre dhe dinamika e shtëpisë. Banorët që vëzhgojnë, gocat dhe djemtë e tjerë filluan të kuptonin situatën. Disa u shfaqën kurioz, disa filluan të bëjnë komente të heshtura, ndërsa të tjerë e panë këtë si një hap të guximshëm nga Alba. Po ky çfarë po ndodh tani? Pyeti një banore, duke mbajtur zërin të ulët për të mos tërhequr vëmendjen. Limit duket i habitur, nuk di si të reagojë, shtoi një tjetër, duke vëzhguar saktësinë e reagimeve të tij. Ky moment u bë një pikë referimi për ditën e shtëpisë, një episod që tregoi se si një veprim i thjeshtë mund të krijojë emocione të forta dhe drama të paparashikueshme. Afërsia çrflitet pa fjalë. Alba qëndroi pranë Limit, pa folur shumë, duke i dhënë hapësirë dhe duke ndjerë energjinë e tij, ndërsa Lim përpiqej të analizonte situatën. Nuk kishte fjalë të nevojshme, ndjenja dhe tensioni ishin të dukshme, pa asnjë dialog. Ky ishte një dialog pa fjalë, një lojë emocionale që po zhvillohej në heshtje. Banorët e tjerë ndjen tensionin, edhe pse nuk mund ta lexonin plotësisht për mbajtjen emocionale. Për forcimi i dinamikës në shtëpi, ky moment nuk do të harrohet lehtë. Ai krijoi një afrim të hershëm mes Albës dhe Limit që mund të ndikojë në aleancat dhe marrëdhëniet e tjera brenda shtëpisë, një tension emocional për Limit, i cili duhet të menaxhojë emocionet e papritura. Një interes dhe kuriozitet nga banorët e tjerë, të cilët filluan të mendojnë se si do të reagojnë pas kësaj situate. Një mëngjes që tregon fuqinë e emocioneve. Ky është një moment që tregon se në Big Brother Kosova, asgjë nuk është e zakonshme. Çdo veprim, çdo afërsi dhe çdo gjest ka peshë dhe mund të krijojë një valë emocionale që përhapet tek të gjithë banorët. Afërsia e Albës që nga mëngjesi reflekton një strategji të natyrshme dhe emocionalitet të papërmbajtshëm, ndërsa heshtja e Limit tregon fuqinë e kontrollit dhe vetëdijsinë për situatën. Ky kontrast është ajo që bën Big Brother Kosova kaq tërheqës për banorët dhe për audiencën. Përfundimi, mëngjesi ku Alba i bën zgjimin Limit dhe i futet në krevat nuk ishte thjesht një situatë komike apo rutinë. Ai tregoi ndërveprimin kompleks emocional mes banorëve, tensionin dhe intrigën që krijohet nga afërsia spontane, pasojat strategjike që mund të lindin nga një veprim i thjeshtë. Banorët tashmë po e analizojnë çdo gjest, çdo buzëqeshje dhe çdo reagim.
Çdo moment ka peshë dhe Big Brother Kosova vazhdon të tregojë se një mëngjes mund të krijojë histori që do të mbeten gjatë në shtëpi. Alba, kafeja dëhre limit, një mëngjes i çer në gërë emocione, kur përpjekja për të qenë mirë bie përballë strategjisë dhe zakoneve të shtëpisë, shtëpia e Big Brother Kosova kishte zgjuar banorët e saj për një tjetër ditë dramatike, por ajo që po vinte nuk ishte e zakonshme. Alba, duke u zgjuar herët dhe duke përgatitur rutinën e mëngjesit, kishte një plan, të sillte kafen e parë për Lim Hotin, një gest që për të simbolizonte përkujdesje, afrim dhe një farë ngrohtësie. Ajo ecte e qetë drejt kuzhinës, duke u përpjekur të duket si vajza e mirë, duke i dhënë gjithçka që mendonte se mund të sillte një moment harmonik në marrëdhënien e tyre. Kafeja, e ngrohtë dhe me aromë të freskët, u mbush me mendimet e saj. Çdo lëvizje e saj ishte e menduar dhe e kujdesshme, sepse ajo nuk donte të gabonte përballë Limit. Lim Hoti, një heshtje çer flet pa fjalë. Kur Alba shfaqet me kafen në dorë pranë krevatit të Limit, ai nuk reagoi menjëherë. Nuk e mori kafen, nuk buzëqeshi, nuk foli. Thjesht e pa. Në atë heshtje kishte gjithçka, një farë indiferencë të kontrolluar, një reflektim mbi situatën dhe një mesazh të qartë. Kjo nuk është mënyra që e zakonshme. Shko, koje ludos, ai është mësuar me kafen tende çdo ditë, tha Lim me qetësi, por me autoritet. Fjalët e tij nuk ishin të ashpra, por rezultonin si një goditje e butë emocionalisht, duke i bërë Albës të kuptojë se çdo gest i saj nuk do të shpërblehej siç priste. Reagimi i Albës, Alba mbeti e shtangur për disa sekonda. Në mendjen e saj, ky ishte një moment që do të kishte kuptim emocional, një përpjekje për të treguar afërsi dhe kujdes. Por refuzimi i Limit nuk ishte thjesht një pengesë, ishte një provë e rëndësishme e dinamikës së shtëpisë. Ajo e kuptoi menjëherë mesazhin. Nuk mjafton të jesh e kujdesshme dhe e sjellshme, sepse çdo gjest mund të interpretohet ndryshe brenda lojës. Banorët e tjerë që ndodheshin aty pranë, filluan të shikonin situatën me interes. Disa qeshën lehtë, disa mbajtën fytyrat serioze, duke kuptuar se çdo veprim i Albës do të kishte pasoja emocionale dhe strategjike. Dinamika në shtëpi, ky moment nuk ishte vetëm një situatë e thjeshtë mëngjesi. Ai tregonte rrjedhën komplekse të marrëdhënieve brenda shtëpisë. Alba përpiqej të tregonte afërsi dhe kujdes. Lim, i matur dhe i vetëdijshëm për rregullat e lojës, tregonte se çdo gjest mund të interpretohet dhe nuk duhej shpërblyer çdo përpjekje. Ludo, i përfshirë indirekt, po vlerësonte situatën dhe do të përfitonte nga kjo për të krijuar aleanca dhe strategji. Banorët e tjerë filluan të analizojnë çdo detaj. Si do të reagonte Alba pas refuzimit? A do të insistonte apo do të pranonin rregullin e Limit? Çfarë ndikimi do të kishte kjo në dinamikën e mëtejshme mes tyre? Kontrasti emocional. Ky moment tregoi kontrastin mes një qetësisë dhe maturisë së Limit, i cili ruante kontrollin dhe nuk tregonte emocion të dukshëm. Edhe pse ndjenja e tij ishte e pranishme, dy ndjenjave dhe pritshmërisë së Albës, që përjetonte një tronditje emocionale të butë, sepse përpjekja e saj nuk u shpërblye siç mendonte. Ky kontrast e bëri situatën tensionuese dhe dramatike, një lloj testi emocional për të dy banorët, por edhe për të gjithë shtëpinë. Pasojat për strategjinë. Ky incident i vogël me kafen nuk është thjesht një episod rutinë. Ai ka pasoja të drejtë për drejta për strategjinë e Albës, sepse ajo duhet të vendosë nëse do të insistojë apo të ndryshojë qasjen. Aleancat e Limit, sepse ai tregoi qartë se kontrollon situatën dhe nuk lejon favorizime pa kriter. Perceptimin e banorëve të tjerë, të cilët filluan të kuptojnë fuqinë dhe ndikimin e Limit në dinamikën e shtëpisë. Banorët e tjerë, duke parë këtë, filluan të bëjnë plane dhe të parashikojnë se çfarë lëvizje do të kishte Alba nesër, dhe si do të ndikonte kjo në marrëdhëniet mes banorëve. Ndihma e mendimit të tjerëve. Gocat që pan incidentin nuk mund të ndalojnë të komentojnë mes tyre. Disa qeshin lehtë, disa shprehin habin e tyre. Limit nuk e pranon kafen. Ai është i vështirë, por e kontrollon gjithçka, thot njëra. Alba po përpiqet, por Limit ka rregullat e tij, shton tjetra. Edhe Ludo, i cili kishte qenë pranë incidentit, e vlerëson situatën dhe mendon për pasojat strategjike. Çdo refuzim i Limit mund të përdoret si një instrument për ndikim dhe kontroll brenda lojës. Një moment që tregon fuqinë e Limit. Lim Hoti tregoi se është jo vetëm një lojtar, por një banor me karakter të fortë, që di të menaxhojë emocionet dhe situatat pa humbur kontrollin. Ai nuk reagoi ndaj Albës, por tregoi fuqinë e tij të brendshme dhe autoritetin që ka brenda shtëpisë. Ky ishte një moment që nuk harrohet, një veprim i thjeshtë mëngjesi, një kafe, një refuzim i qetë dhe strategjik,
por që ndryshon emocionet dhe dinamikën në shtëpi. Përfundimi, mëngjesi ku Alba i çoi kafen Limit dhe ai nuk e pranoi, duke e dërguar te ludo, nuk ishte thjesht një situatë komike apo rutinë. Ai tregoi ndikimin e të kaluarës dhe zakoneve në lojën e përditshme, tensionin dhe emocionet e papritura që çdo veprim mund të shkaktojë, strategjinë e fshehur që Limit përdor për të kontrolluar dinamikën e shtëpisë. Banorët e tjerë tani po analizojnë çdo gest dhe çdo buzëqeshje. Çdo veprim ka pasojë dhe Big Brother Kosova vazhdon të tregojë se çdo moment i vogël mund të krijojë histori të mëdha dhe emocion që mbetet gjatë në memorien e shtëpisë. Luim hoti fullem me Dolcen natën e parë, një zgjedhje që trazoi shtëpinë dhe hapi një kapitull të ri emocionesh. Nata e parë në shtëpinë e Big Brother Kosova zakonisht është e mbushur me kurreshtje, nervozizëm dhe përshtatje. Por nata e parë e Lim Hotit nuk ishte as pak e zakonshme. Ajo u shndërrua në një nga netët më të komentuara të këtij edicioni, jo për fjalët që u thanë, por për zgjedhjen që u bë në heshtje, pas gjithë shurmës së primejit, pas hyrjes së bujshme, reagimeve të forta dhe emocioneve të papërpunuara. Shtëpia u qetësua. Dritat u zbehen, banorët u shpërndan drejt dhomave të gjumit dhe aty nisi kapitulli i ri, me kë do të flinte Lim Hoti natën e parë. Një shtëpi që vëzhgon, edhe kryer hesht, banorët e tjerë ndjenin se çdo hap i Limit po ndiqej me lugë. Ai ishte në qendër të vëmendjes që nga momenti i hyrjes. Çdo lëvizje, çdo bisedë, çdo afrim po interpretoi, Dolce, nga ana tjetër, ishte treguar e qetë gjatë gjithë mbrëmjes. Ajo nuk kishte bërë zhurmë, nuk kishte provokuar, por kishte qëndruar pranë Limit në mënyrë natyrale. Bisedat e tyre ishin të qeta, pa tension, pa dramatizim. Pikërisht kjo qetësi dukej se e tërhoqi Limit, ndërsa ora kalonte dhe banorët filluan të sistemoheshin për gjumë, u vure se Lim Hoti u drejtua nga krevati ku ndodhej Dolce, pa deklarata, pa shpjegime, pa zhurmë. Zgjedhja që u panegotër gjithë, kur u kuptua se Lim Hoti do të flinte me Dolcen natën e parë, reagimet nuk munguan. Disa banorë u pan mes tyre me habi. Disa buzëqeshën me ironi. Të tjerë u tërhoqën në heshtje, kjo zgjedhje ishte e papritur për shumë kënd. Pas gjithë historive të përfolura, pas lidhjeve të së shkuarës dhe emocioneve të hapura, askush nuk e kishte menduar se nata e parë do ta gjente Limit pranë Dolces, por pikërisht kjo e bëri situatën edhe më të fortë. Dolce, qetësi ndërmes të stuhis, Dolce u tregua e përmbajtur. Ajo nuk e shfrytëzoi momentin për protagonizëm. Nuk pati eufori, as triumf. Qëndrimi i saj ishte i qetë, i matur dhe pa nevojë për demonstrim. Për publikun, Dolce u shfaq si një vajzë që nuk po kërkon të fitojë me zhurmë, por që lejon gjërat të ndodhin natyrshëm. Prania e saj pranë Limit dukej më shumë si një zgjedhje për qetësi se sa për provokim. Kjo qetësi e Dolces krijoi kontrast të fortë me gjithë dramat e ditëve të fundit, reagimet e padukshme, por të ndjeshme. Edhe pse askush nuk shpërtheu hapur, reagimet ishin aty, disa vajza u ndjen të habitura, disa u ndjen të anashkaluara, disa e pan si lojë, të tjerë si strategji. Heshtja e shtëpisë ishte e rëndë. Sepse në Big Brother, edhe gjumi flet, Luim Hoti, a ratisje apo zgjedhje e mençur? Për Limit, kjo zgjedhje u interpretua në mënyra të ndryshme. Disa menduan se ai po kërkonte një strehë emocionale, larg tensioneve dhe përplasjeve të së shkuarës. Të tjerë e panë si një strategji të ftohtë, për të shmangur përballjet e menjëhershme me historitë e vjetra, por një gjë ishte e qartë, Lim Hoti nuk zgjodhi kaosin. Ai zgjodhi qetësinë, dhe ndonjëherë qetësia flet më shumë se çdo deklaratë. Pasojat që sapo kanë filluar, nata e parë ishte vetëm fillimi. Zgjedhja për të fjetur me Dolcen hapi një sër pyetjesh, a do të vazhdoj kjo afërsi, si do të reagojnë vajzat e tjera, a është kjo një lidhje që po lind? Apo thjesht një strehë momentale? Big Brother Kosova sapo ka hyrë në një fazë të re. Emocionet janë të gjalla, historitë janë të hapura dhe çdo veprim po peshohet. Një natë që do të mbahet mend, nata e parë e Lim Hotit në shtëpi nuk ishte thjesht një natë gjumi. Ishte një deklaratë pa fjalë. Një zgjedhje që tregoi se ai po ecën sipas instinktit të tij, pavarësisht pritshmërive të tjerëve. Dhe në Big Brother, zgjedhjet e para janë shpesh ato që përcaktojnë rrugën. Historia sapo ka nisur. Jo më regjisor, Luim Hoti flet, ndërsa Alba Çana, një shtëpi mes fjalëve të ftohta dhe lotëve që nuk ndalen. Shtëpia e Big Brother Kosova po jeton ditë të pazakonta. Pas hyrjeve të bujshme, emocioneve të forta dhe situatave që kanë kaluar kufirin e lojës, tani vëmendja është zhvendosur te një kontrast i fortë. Nga njëra anë, Lim Hoti që flet qetë për veten dhe profesionin e tij, nga ana tjetër,
Alba që nuk arrin ta mbledh veten dhe qan pa pushim, pyetja që dukej e thjeshtë, por në rrugë ishte, në një nga bisedat e zakonshme në sallon, banorët u mblodhen rreth limin. Atmosfera ishte e qetë në dukje, por tensioni ndihej në ajër. Dikush e theu heshtjen me një pyetje që zakonisht bëhet në ditët e para të njohjes. Lim, çfarë profesioni ke? Pyetja dukej e thjeshtë. Një pyetje njohjeje. Një pyetje që zakonisht hap biseda të lehta. Por në atë shtëpi, asgjë nuk ishte më e lehtë, Lim Hoti nuk u mendua gjallë. Me zë të qetë dhe vetë besim, ai u përgjigj, jam regjisor. Fjala ra në sallon dhe u përhap si e hon. Disa banor ngritën vetullat. Disa buzëqeshën. Disa të tjerë u pan mes tyre, sikur po përpiqeshin të kuptonin më shumë se sa u tha. Regjisor, fjalë që mori dy kuptime, deklarata e Limit u interpretua në dy mënyra të ndryshme. Për disa banor, ishte thjesht informacion. Një profesion krijues, interesant, që shpjegonte mënyrën e të folurit të tij. Qetësinë, kontrollin dhe aftësinë për të vëzhguar situatat nga larg, por për të tjerë, fjala regjisor mori një kuptim më të thellë. Disa filluan të pyesnin veten, apo e sheh Lim Hoti gjithë këtë si skenë, apo i sheh njerëzit si role, apo i sheh ndjenjat si pjesë të një skenari, pa e thënë askush me zë të lartë. Dyshimi u fut në bisedë, Lim Hoti, i qetë, i mbledhur, i kontrolluar, gjatë gjithë bisedës, Lim qëndroi i qetë. Nuk u përfshi në debate të panevojshme. Nuk u mbrojt. Nuk u shpjegua më shumë se sa duhej. Qëndrimi i tij ishte i ftohtë, por korrekt, ai fliste për jetën, për eksperiencat, për mënyrën se si e sheh botën. Dukej sikur çdo fjalë ishte e menduar, çdo pauzë e kontrolluar, dhe pikërisht kjo qetësi e tij binte në kontrast të plot me atë që po ndodhte pak metra më larg. Alba, llotët që nuk ndalen. Ndërkohë që në sallon flitej për profesione dhe karrierë, Alba ishte mbyllur në dhomë. Lotët nuk i ndaleshin. Fytyra i ishte skuqur nga të qarat, syt i ishin enjtur dhe frymëmarrja i dridhej, ajo nuk merrte pjesë në biseda. Nuk kërkonte vëmendje. Thjesht qante, her pas here, ndonjë banore i afrohej, përpiqej ta qetësonte, i thoshte fjalë ngushëlluese. Por dhimbja e Albës nuk ishte e momentit. Ishte e mbledhur prej ditësh, ndoshta prej muajsh, në dhomën e rrëfimit. Zëri i saj mezi dëgjohej, nuk e kam të lehtë. Nuk jam këtu për të bërë role. Jam këtu me ndjenja. Dhe më dhem. Dy realitete në të njëjtën shtëpi, kjo ishte ajo që e bënte situatën kaq të rëndë. Në të njëjtën shtëpi, po bashkëjetonin dy realitete, një burr që fliste për profesion, për jetë, për kontroll, një vajzë që nuk po arrinte të mbante veten nga dhimbja, dhe kjo krijonte një pabarazi emocionale që nuk mund të anashkalohej. Banorët nisën të flasin mes tyre me zë të ulët. Disa shprehen keqardhje për Albën. Disa të tjerë u shprehen se Lim duke i distancuar. Disa filluan të dyshonin në qëllimet e tij. Shtëpia e Big Brother, pasqyrë emocionesh, Big Brother Kosova gjithmonë ka qenë një pasqyrë. Por në këtë rast, pasqyra po tregonte diçka të vështirë për t'u parë. Kur njëri flet, tjetri qan, kur njëri kontrollon veten, tjetri shpërbëhet. Alba nuk po qante vetëm për Limin. Ajo po qante për pritshmëritë, për zhgënjimin, për ndjenjen se nuk po shihej, nuk po dëgjohej, nuk po merrej seriozisht, ndërsa Lim, me deklaratën e tij të thjeshtë jam regjisor, pa dashje apo me dashje, krijoi ndjesinë se ishte një hap larg emocionalisht nga ajo që po ndodhte rreth tij. Pyetja që mbetet, në fund të ditës, shtëpia mbetet me një pyetje të madhe. A është Lim Hoti thjesht një njeri që di ta mbaj veten, apo është dikush që po e sheh gjithë këtë si skenë, dhe Alba, a do të arrijë të ngrihet nga kjo gjendje? Apo lotët e saj janë sinjal se kjo situatë ka shkuar shumë larg? Big Brother Kosova vazhdon. Por pas kësaj dite, një gjë është e sigurt, jo të gjithë po e jetojnë këtë eksperiencë në të njëjtën mënyrë, dhe kjo e bën historinë edhe më të rëndë. Edhe më reale. Është shija e jetës, Bia pranon lidhjen me Lim Hotin dhe trazon shtëpinë e Big Brother Kosova. Shtëpia e Big Brother Kosova ka hyrë në një fazë ku sekretet nuk mbahen më dhe ndjenjat nuk fshihen dot pas buzëqeshjeve formale. Pas ditësh tensionesh, heshtjeje, lotësh dhe përballjesh të pashprehura, një rrëfim i hapur i Bias ndryshoi rrjedhën e gjithë dinamikës në shtëpi, në një bisedë që filloi qetë, por përfundoi si një deklaratë e fortë emocionale. Bia pranoi publikisht se ka fjetur disa herë me Lim Hotin, duke e thënë këtë pa turp, pa hezitim dhe pa u përpjekur ta zbusë realitetin. Për të, kjo nuk ishte diçka për t'u fshehur. Ishte pjesë e jetës së saj. Ishte zgjedhje.
Ishte ndjenjë dhe mbi të gjitha, ishte gëzim, rrëfimi që u të hra me zërtër ullet, biseda nisi mes disa banoreve, në një atmosferë që duke e zakonshme. Flitej për lidhjet, për të kaluarën, për marrëdhëniet jashtë shtëpisë. Pyetjet vinin njëra pas tjetrës dhe, për herë të parë, bia nuk u tërhoq, me një ton të qetë, por të vendosur, ajo tha, po, unë kam fjetur disa herë me Limin. Në dhomë ra heshtje, disa banore u pan mes tyre. Disa u shtangën. Disa u përpoqen të mos reagojnë. Por askush nuk e mohoi se kjo fjali ndryshoi gjithçka. Bia vazhdoi, pa ulur syt, nuk kam pse ta fsheh. Ka qenë pjesë e jetës sime. Dhe nuk pendohem. Gëzimi që nuk fshehet, ajo që e bëri rrëfimin edhe më të fortë nuk ishte vetëm pranimi i marrëdhënies, por gëzimi i hapur që Lim Hoti ndodhet tani në shtëpinë e Big Brother Kosova. Bia buzëqeshi. Një buzëqeshje e sinqert, e plot, pa frikë nga gjykimi, jam e lumtur që është këtu. Vërtet. Në një shtëpi ku shumë ndjenja shfaqen të përziera me dhimbje, xhelozi dhe pasiguri, gëzimi i Bias u ndje si diçka e rrallë. Ajo nuk po fliste nga mungesa. Po fliste nga bollku emocional, është shija e jetës, fjalia që ndezi gjithçka erdhi pak më vonë. Kur dikush e pyeti se çfarë përfaqëson Lim Hoti për të, Bia u mendua për një çast dhe pastaj tha. Lim Hoti është shija e jetës. Një fjali e thjeshtë. Por me peshë të madhe, për disa, kjo u duk romantike, për disa të tjerë, provokuese, për të tjerë, e dhimbshme, por për Bian, ishte e vërteta e saj. Çfarë do të thotë shija e jetës, në Big Brother, fjalët analizohen, peshohen, rrotullohen nga çdo kënd. Dhe kjo fjali nuk bëri përjashtim. Banorët nisën të pyesin veten, a është Lim një pasion, një aventurë, një dashuri e thellë, apo thjesht një ndjesi që e bën jetën më intensive? Për Bian, shija e jetës nuk ishte premtim për të ardhmen. Ishte përjetim i momentit. Ishte ndjenjë që të bën të ndihesh gjallë. Të qeshësh. Të ndjesh kontrasti me Albën, ndërsa Bia fliste me qetësi dhe buzëqeshje, Alba vazhdonte të ishte në gjendje të rëndë emocionale. Lotët e saj nuk ishin tharë. Heshtja e saj ishte më e fortë se çdo fjalë e thënë. Për Albën, këto deklarata ishin si krip mbi plag. Ajo nuk reagoi drejt për drejt, por trupi i saj e tregonte gjithçka. Lodhje. Trishtim. Zhgënjim, dy vajza. Dy mënyra krejt të ndryshme për ta jetuar të njëjtin emër, Lim Hoti, në qendër të gjitha historive, ndërkohë, Lim Hoti vazhdonte të qëndronte i përmbajtur. Ai nuk ndërhyri në rrëfimin e Bias. Nuk e mohoi. Nuk e konfirmoi me fjalë të tjera. Qëndrimi i tij ishte i heshtur. Por i pranishëm, kjo heshtje u interpretua në shumë mënyra, disa e pan si respekt, disa si shmangje, disa si kontroll, por një gjë ishte e sigurt, Lim Hoti ishte tashmë në epiqendër të shtëpisë, jo vetëm si banor, por si figurë emocionale që lidhte disa histori njëkohësisht. Shtëpia ndahet në dy kampe, pas rrëfimit të Bias, shtëpia u nda, ata që e mbështesnin sinqeritetin e saj, ata që mendonin se kjo situatë po bëhej e dëmshme, ata që ndjenin keqardhje për Albën, ata që e shihnin gjithë këtë si lojë, diskutimet u shtuan. Tonet u ulën. Atmosfera u rëndua, Big Brother Kosova nuk ishte më thjesht spektakël. Ishte realitet emocional i zhveshur, një histori që sapo ka hyrë në fazën më të vështirë. Pranimi i Bias nuk ishte fundi i historisë. Ishte fillimi i një kapitulli edhe më të ndërlikuar. Sepse tani gjithçka ishte në tavolinë. Pa sekrete. Pa supozime, pyetja e madhe mbetet, a do të vazhdoj kjo afërsi, a do të zgjedh Lim njërën, apo do të mbetet në mes të emocioneve të papërpunuara? Një gjë është e sigurt, pas fjalëve të Bias. Asgjë nuk do të jetë më njësoj në shtëpinë e Big Brother Kosova, sepse kur dikush e quan tjetrin shija e jetës, kjo nuk harrohet lehtë.